Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për leximet personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe nga letra Tea. Na thon letra Tea për dy persona të dashuruar. Mesazhe që i sjellin njëri tjetrit këta dy persona të dashuruar. Ç'na thon? Këto mesazhe. Bes për ty. Pra të do në mënyrë të çmendur. Vjen pa pritur drejt teje pa të lajmëruar. Pra personi i zemrës tuaj vjen pa pritur drejt teje pa të lajmëruar. Fal teje ka ndryshuar brenda vetes. Pra fal dashurisë që ti i transmeton gjithmonë, i shpreh, ai ka ndryshuar. Vjen me shumë kënaqësi, me shumë shpejtësi drejt teje, pra në infinitën vjen shumë shpejt. Lutet çdo moment për ty, lutet universit për ty. Je frymëzimi i tij në shpirt, e ke bërë tjetër njeri, pra e ke transformuar, i ke ndryshuar jetën. Të mendon çdo moment, çdo sekond, ti je gjithmonë në mendjen e tij. Ti vlen shumë, je një dritë universi në jetën e tij. Pra se je si një dritë që e ndryshon gjithmonë jetën e tij. Ka frikë që ti nuk e beson më si më përpara. Pra, gjatë marrëdhënies që ju keni, ai mendon se nuk ju beson më, ti nuk e beson më si më përpara në lidhjen tuaj. Mendon çdo natë si të vite këty, si të gjej një mënyrë për të ardhur drejt teje. Të do me shpirt. Të do gjithmonë me shpirt. Dyshon shumë tek pjesa e dashurisë tek ty, sepse jeni larg dhe ka dyshimet e tij tek pjesa e dashurisë. Shpeshherë largohet për të mbajtur atë pjesën e mbrojtjes, të mbroj, sepse jeni në një lidhje të komplikuar dhe shpeshherë bën atë pjesën e pauzës të largimit. Ju dëshiron me zemër në infinit. Ka probleme me punën dhe me parat. Dëshiron gjithçka të mirë për ty. Të mendon çdo moment dhe pse është larg teje. Thur plane për të ardhur tek ty. Ju mendon çdo natë, çdo moment. Jeni të dy të lidhur shumë nga ana shpirtërore. Pra keni një lidhje të fortë shpirtërore midis njëri tjetrit. Dhe kjo historia juaj do të jetë në infinit e pandar.